Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju edhe njëherë lajmet e kopshme dhe të trishta për humbjen e artistit me origjinë nga Maqedonia e Veriut, artistit shqiptar që në fakt u duartrokit dhe u dashurua nga publiku për vite të tëra Shpat Kasapin. Vdekja e Shpat Kasapit ka lënë një plak të thellë tek arti shqiptar, tek ato që e deshtën, tek fansa që duartrokitën, por dje u kuptua që këtë dhimbje të thellë e ka lënë edhe tek artistët. Do të flas në këtë video pak më gjatë për organizimin i cili u bë në homazhet e Shpat Kasapit për varimin e tij, për artistët të cilët morën pjesë dhe për përfshirjen e institucioneve në këtë varim, të cilët realisht nuk u përfshin fare. Shpat Kasapi ishte një artist i cili për 2 dekada na dha art, na dha këngë, na dha jetë, na dha dashuri. I këndoi të bukurës muzikës, i këndoi dashurisë, i këndoi kombit, i këndoi vendit të tij. I këndoi nënës, i këndoi dhimbjes, i këndoi lumturisë dhe tek Shpati njohëm vetëm një njeri që kishte energji pozitive dhe kishte zemër të mirë. Organizimi i homazheve u organizua nga artistët e Maqedonisë në krye me Avni Qailin, Big Mamën, Adelina Tahirin dhe miq të ngushtë edhe të afërt të Shpatit. Përzjodhën pikërisht komunën e Tetovës, aty ku Shpat Kasapi u duartrokit për herë të parë. Në atë Tetov ku Shpat Kasapi u rit, në atë Tetov ku Shpat Kasapi hedhi për herë të parë hapat e parë në jetë edhe e këndoi këngën e bukur shqip. I këndoi këngët të cilët më pas erdhën si një bombë në moshën e tij shumë të re. Mes lotësh dhe mes dhimbjesh, familjar, miq, qytetar të Tetovës, artist të ardhur nga vende të ndryshme, erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit Shpat Kasapit. Në atë mes pan figura si Rezard Veleshnja, Erik Loshi, Dafina Zeqiri, Tuna, Adelina Tahiri, Big Mama, Avni Qahili, Elita Pes, e shumë artistët të tjerë të cilët kishin ardhur, kishin udhëtuar për ta nderuar familjen Kasapi dhe për t'i dhënë nderimet e fundit Shpat Kasapit. Ajo që në fakt u vu në re ishte mos interesi institucioneve të Republikës së Maqedonisë për vdekjen e artistit të madh shqiptar, këtij artisti që shkruajtën edhe mediat botërore, këtij artistit që nuk la njëri shqiptar që nuk derdhi një lot për të, dhe pikërisht reagimet erdhën nga miqtë të tij më të ngushtë. Aktori i njohur Rezard Veleshnja në rrjetin e tij social Instagram ka shkruar: "Një shtet që s'mundesh as shtet t'i thuash. Turp e faqja e zez diskriminuese në maksimum Maqedonsit për toshe proeskin, thot, e shpallën ditëzie, ndërsa për Shpat Kasapin qëndruan indiferent vetëm se ai është shqiptar, turp të ken." Më pas Rezarti vazhdon: "Mbi 3.000 njerëz për ty o vllau im Shpat, kaq zemrën e mirë e kishe." Këto ishin reagimet. Më pas aktori Rezard Veleshnja vazhdon duke thumbuar politikën maqedonase, të cilët nuk shpallën ditëzie në të gjithë shtetin. Pas reagimeve të shumta të artistëve, komuna e Tetovës në krye me kryetarin e kësaj komune, zotri Bilal Kasamin, kanë shpallur ditëzie ditën e sotme, në nderim të emrit të Shpat Kasapit, në nderim të figurës së tij, në nderim të njeriu që ishte dhe në nderim të birit të tyre, po gjithashtu nga reagimet e shumta vjen reagimi edhe nga komuna e Qairit. Komuna e Qairit shpall ditëzie për ndarjen nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi. Sot në mbledhjen e 4 të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Qairit, u mor vendimi që e hëna
me datën 1 dhjetor 2025 të shpallet ditëzie në territorin e komunës sonë. Ky vendim reflekton pikëllimin dhe respektin e çajirasve për humbjen e papritur të këngëtarit të Shpat Kasapi, një artist i dashur që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën shqiptare. Të martën më 2 dhjetor 2025, në orën 13, në Teatrin Shqiptar në Shkup, do të mbahet mbledhja komemorative, ku së bashku me qytetarët, miqtë dhe ardashësit, do të nderojmë kujtimin dhe kontributin e tij. Libri ngushëllimeve do të jetë i hapur nga e marta deri të premten në Teatrin Shqiptar për të gjithë ata që dëshirojnë të lënë mesazhin e tyre. Vendimi për ditën e Zis hyn në fuqi ditën e publikimit në fletën zyrtare të komunës së Çajirit. Do me thënë, ditën e sotme është publikuar edhe në fletën zyrtare të komunës së Çajirit, dhe sot Çajiri e ka shpallur ditëzie gjithashtu edhe komuna e qytetit të Tetovës. Do të thënë janë dy këto komuna që kanë shpallur ditëzie për artistin e mirënjohur Shpat Kasapin, ndërsa familjarët në këtë rast ka reaguar në rrjetet sociale daja i Shpat Kasapit për mos angazhimin e institucioneve, për mos vlerësimin e emrit edhe të imazhit që Shpat Kasapi kishte si artist nga institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, krahasuar me vdekjen të papritur të këngëtarit Toshe Proeskit edhe Shpat Kasapi, se çfarë homazhesh dhe çfarë varimi u bë Toshe Proeskit dhe se si ishte organizimi i varimit të Shpat Kasapit, i cili ishte organizuar nga shoqëria, nga artistët e Republikës së Maqedonisë, nga familja e tij dhe jo përfshirë nga institucionet. Politikanët të cilët morën pjesë në varimin e Shpat Kasapit ishin kryetari i komunës së Tetovës, zotëri Bilal Kasami, së bashku me ekipin e tij, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotëri Ali Ahmeti, së bashku me ekipin e tij, dhe ardhur nga Shqipëria edhe politikania e nderuar dhe e njohur Monika Kryemadhi. Ishin këto politikanët që morën pjesë në varimin e Shpat Kasapit, të gjithë duke shprehur dhimbjen, të gjithë duke shprehur trishtimin mbi 3.000 shqiptar të ardhur nga Kosova, Shqipëria, diaspora, Maqedonia, i dhanë lamtumirën e fundit dhe dhanë ngushëllim për familjen Kasapi, me shpresën që të bëhen të fortë dhe ta kujtojnë gjithmonë kujtimin e tij. Në nder të Shpat Kasapit, mediat shqiptare organizuan emisione, folën për të, kujtuan momentet më të bukura dhe kënga e Shpatit do të jehoj gjithmonë. Shqiptarët janë të prekur nga mos reagimi i institucioneve dhe njëkohësisht janë edhe të prekur nga vonimi i vendimit për të shpallur ditëzie në komunat e tjera shqiptare. Janë dy këto komuna që kanë shpallur ditëzie, komuna e Çajirit në vendin ku Shpat Kasapi ka jetuar dhe komuna e Tetovës në vendin ku Shpat Kasapi ka lindur. Familjes Kasapi edhe një herë i shpreh ngushëllime të sinqerta miqve, ju shpreh ngushëllime dhe shpresoj që kënga e tij të jehoj gjithmonë. Ne ta kujtojmë për buzëqeshjen që kishte, për njeriu që ishte dhe për pozitivitetin që la. Le t'i duam shqiptarët, le t'i mbështesim shqiptarët, sepse jemi një komb i vogël dhe duhet artistët tanë t'i mbajmë si xhevair.